Kiara Tito ka reaguar nëpërmjet një postimi në Instagram Story, ku ka bërë të ditur se ka vendosur të mbyllë përkohësisht komentet në postimet e saj dhe të Louise Ailit. Sipas saj, kjo mas është marrë pas disa komenteve ofenduese dhe një fjallori të papërshtatshëm që është shfaqur së fundmi në hapësirën e tyre online. Në reagimin e saj, Kiara thekson se vendimi është marrë duke respektuar faktin që ata ndiqen nga një publik shumë i gjerë, përfshirë edhe të rinj, dhe se dëshirojnë të ruajnë një ambient të pastër komunikimi. Ajo nënvizon se komentet negative kanë qenë të pakta, por mjaftueshëm problematike për të ndikuar në përvojën e ndjekësve të tjerë. Megjithatë, moderatoria ka shprehur mirënjohje të madhe për mbështetjen e vazhdueshme të publikut. Sipas saj, komentet pozitive dhe mesazhet e bukura kanë qenë shumë më të shumta se sa zërat negativ, duke i dhënë asaj forcë dhe motivim për të vazhduar përpara. Kiara ka vlerësuar gjithashtu gatishmërinë dhe besnikërinë e fansave, të cilët, siç u shpreh ajo, janë arsyeja pse ajo dhe Luizi vijojnë aktivitetin e tyre publik pavarësisht zurmës së keqe që vjen nga pak individ. Ajo i ka falendëruar të gjithë ndjekësit për dashurinë dhe energjinë pozitive që i transmetojnë çdo ditë. Sipas saj, mbyllja e komenteve është vetëm e përkohshme dhe ka për qëllim të mbrojë komunitetin e tyre online nga gjuhët e papërshtatshme, duke ruajtur një atmosferë të pastër dhe respektuese për të gjithë përdoruesit.